Familja është e shenjtë dhe kur futet në një format si Big Brother, lëndohen, shkojnë në limite kur nuk duhet të preken, dhe në këtë troçmeretin dua të diskutoj situatën që po ndodh midis Brikenës dhe Mateos në shtëpinë e Big Brother Albania V5. Fillimisht dua të ndaj me ju reagimin që ka bërë familja e Brikenës për shkak të asaj çka në prajmin e së martës Mateo foli. Ndjejmë përgjegjësinë të sqarojmë një parim të thjeshtë. Fjala e dhënë nuk është temë loje dhe çështjet e jetës personale nuk përdoren për strategji apo për përfitim publik. Kur dy persona bien dakord që e kaluara të mos diskutohet, ajo marrëveshje duhet të respektohet pavarësisht rrethanave të lojës. Vendimet që pasojnë janë pasojë thyese këtij parimi, jo emocioneve apo interesave momentale. Të qenurit figurë publike nënkupton përgjegjësi dhe transparencë për atë që është publike, por kur e shfuqizon të drejtën për privatësi dhe as nuk justifikon hapjen e detajeve personale që nuk i shërben askujt. E kaluara private nuk mund të jetë material loje. Ne zgjedhim të mos hyjmë në detaje dhe as të drejtojmë gishtin. Qëndrimi ynë është mbrojtje e privatësisë dhe e dinjitetit, jo sulm ndaj askujt. Si familje qëndrojmë në mbrojtje të një parimi bazë. Fjala dhënë respektohet dhe kufijtë personal nuk tejkalohen për strategji apo vëmendje. Respekt për të gjithë. Jam plotësisht dakord me qëndrimin që ka mbajtur familja e Brikenës për këtë situatën që për mua është një situatë ku e para tregon që një djalë po përndjek një vajzë në një reality show, edhe pse Mateo shpeshherë ka thënë që nuk e dinte që do të ishte Brikena, u fut në këtë lojë si ishi dashur i Brikenës, pra shkoi me dosje në zyrat e topit dhe kërkoi të futet në Big Brother me këtë histori, pasi të gjithë e dimë që real story në një format si Big Brother është e vështirë të besohet për këto dramat edhe me atë ashtakun brima që ka pushtuar rrjetet sociale, ku mos së shumti ndjesi ka kur shikojmë klipet e montuara, pra këto edit që kapin ato momentet, ato shikimet, edhe pse mund të mos jetë ashtu, por i fusin edhe një muzikë melankolike, një muzikë vajtimi, apo që të krijon një lloj adrenaline, dhe të gjithë kanë krijuar këtë përshtypjen që Brikena duhet të lidhet me Mateon. Nuk u kuptoi ende se si në vitin 2026 një mashkull del në formatin më të ndjekur, edhe aty hap dosjet, aty tregon presionet që pas ka marrë sipas tij nga familja e Brikenës për të mos u takuar me këtë të fundit. Dhe atëherë, çfarë shansi të dytë t'i kërkon? E kuptoj që kanë ndjenja, janë zgjuar në një format si Big Brother, ku të gjithë e dim që një love story tërheq audiencën, por nuk më pëlqen kjo lloj përndjekje, ky lloj intimidimi apo kjo zhveshje e një lloj realiteti që Brikena nuk do që ta tregojë në publik, apo ka dhënë dhe variantin e saj dhe duhet të besojmë. Pse është kaq e vështirë të besohet një femër? Pse është kaq e vështirë të perceptohet dhe të mirëkuptohet një femër kur thotë nuk dua të tregoj? Ka qenë një takim, nuk ka pasur puthje, ka pasur disa mesazhe. Pse po bëhet kaq shumë tullusum i madh, turkuz, po bëhet kjo situatë që ka ndodhur para 3-4 vitesh. Edhe Mateo e paska të freskët, çdo prime ndan detaje të reja që për mua veç se është një gjë e shumtuar pa çkasi në sytë e publikut dhe në rrjetet sociale. Mateo po pëlqet se po shikohet se ai djali sweet i ëmbël që është protektor ndaj Brikenës, që është sigurisht një strategji e tij, sikurse ishte edhe mbrëm kur u shpall fitues me votat e publikut, pra i preferuar në atë televotimi që zgjati diku tek 10-15 minuta, dhe ai në zinxhirin që e nisi shpëtoi sërish Brikenën, kjo për të treguar dhe një herë tjetër që synimet e tij janë të pastra, janë për të krijuar një raport aty brenda dhe për të pasur këtë love story. Fatkeqësisht ose nga fati të dyve i ka rënë që të kenë edhe një darkë së bashku, e të gjithë syt do të jenë për të parë edhe një herë tjetër se si do të jetë komportimi i tyre, pasi sytë e Brikenës për disa prej atyre që komentojnë këtë format Big Brother, por edhe të atyre që ne shikojmë në rrjetet sociale, sikur ka një lloj shkëlqimi ndaj Mateos, por që nuk do të lidhet, ndoshta nuk e pëlqen atë si djalë, po thjesht e pëlqen si pamje, si fizik, dhe pse duhet ky detyrim, pse duhet ky push
Pse duhet gjithmonë që femra të jetë si një lloj objekti kënaqësie, plotësues apo patjetër ta shikojmë në krahët e dikujt tjetër për të parë një lojë si Big Brotheri. Brikena po pëlqet për lirshmërinë e saj, po pëlqet se është e natyrshme, po pëlqet që është ndihmuese, që nuk është mend i madhe, që nuk është arrogante. E gjithë qasja e saj, po pëlqet se është vetvetja. E ndërkohë kur ajo tregohet vetvetja që thot ti po tregon gjëra që nuk janë realitet, edhe prandaj e çojnë në nominimin e disa ditëve më parë, pra e gjithë kjo vërtetësi, pse nuk po besohet Brikena kur ndërkohë është pëlqyer dhe është besuar për gjithë ato cilësitë e tjera, edhe nëse e ka pusur, nuk do ta tregoj, jeta private mbetet private. Big Brother nuk duhet të kthehet në një lloj gjyqi publik të një historie, ta marrim në kurriz se na çan ato që thuhet me këto skenare dhe me këto telodrama të lidhjeve, se të gjithë e dim që janë të pakta lidhje që kanë zgjatur në Big Brother dhe magjinë e Luizit dhe të Kiarës nuk arrin askush, edhe pse disa përpiqen, e kanë si një lloj skenari. Pra duke e mbështetur edhe një herë tjetër këtë histori, edhe nëse do të lidhen në Big Brother, mos e shumti ai që do të gjykohet sërish do të jetë Brikena, pasi opinioni publik do të thotë tani po e bën për lojë, e tjetri, mashkulli nuk gjykohet, siç nuk është gjykuar asnjë mashkull aq shumë sa duhet në këto formate Big Brother, dhe peshën dhe fajin e barrës e marrin gjithmonë femrat, edhe pse ato janë lezeti, janë sheqeri, janë bukuria e një formati si Big Brother, por janë dhe zgjuarësia, janë temperamenti, janë truri, e në disa formate kemi parë që ka pasur plot gra, femra të forta, dhe nuk duhet më të mbesin apo të kenë lojën e tyre të mbarvajtur apo të ndërlidhur me një lloj pengu që Mateu si pas ka mbetur Brikena, që nuk e pas ka zgjidhur për gjatë këtyre viteve dhe gjeti në mënyrë të çuditshme shtëpinë e Big Brotherit për të kuptuar dhe për të mësuar pse nuk funksionoi për të kuptuar dhe për të mësuar pse nuk përfundoi njoja e tyre me një lidhje. Për mua, Brikena duhet të qëndrojë në ato që thot, edhe të mos provokohet nga të gjithë situatat që janë për ta bërë çift me Mateon. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për këtë situatë, dhe më kryesorja mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.